Në këtë kohë festive të Krishtlindjes, zemra ime mbushet me mirënjohje për dhuratën e jetës së përjetshme që Krishti siguroi për secilin prej nesh. Sot dua të ndaj një mesazh që vjen jo vetëm nga gëzimi i festës, por nga thellësia e besimit tim. Krishtlindja është dëshmia më e madhe e dashurisë së Perëndisë për ne. Ai na dhuroi birin e tij, Jezusin Krisht, si dritë në errësirë, si shpresë në pasiguri dhe si forcë në çdo dobësi tonën. Teksa mendoj për këtë dhuratë mahnitshme, kuptoj se sa shumë na deshi, na do dhe do të na doj Perëndia, jo me fjalë, por me praninë e tij të gjallë në jetët tona. Në çdo sfidë që kemi kaluar, në çdo shpresë që ka rilindur brenda nesh, ka qenë dora e tij që na ka mbajtur. Andaj Krishtlindja më kujton se ne nuk jemi vetëm. Zoti erdhi në botë si fëmijë brisht për të qenë pranë nesh, për të na treguar se dashuria e tij është e afërt, e thjesht, e pastër. Dhe dua që këtë dashuri ta ndaj edhe unë me ju sot, me butësi, me falje dhe me mirësi. Le t'i falim vetes dhe të tjerëve gabimet. Le t'i vlerësojmë momentet e vogla dhe të gëzojmë për çdo buzëqeshje që japim e marrim. Le ta hapim zemrën e t'i afrohemi atyre që ka nevojë dhe t'u japim pak dritë, ashtu siç drita e Krishtit na mbush neve. Uroj që zemrat tuaja të mbushen me paqen që vetëm Perëndia mund ta jap. Qoftë kjo festë një rikujtim se drita e tij ndriçon çdo cep të errët të shpirtit ton dhe se dashuria e tij nuk mbaron kurrë. Gëzuar Krishtlindjen, Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja me shëndet, gëzim dhe me dritë të pakufishme.